Shikues të nderuar, përshëndetje, flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tonë mirë, po edhe me lidhje direkte dhe me mysafir në studio. Para pak çastesh është bërë certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 9 shkurtit. Janë 3 deputet të cilët kanë fituar pra garën për të qenë deputet, mirë po janë tërhequr nga lista për të qenë deputet të Kuvendit të Kosovës. Pas pak do ta kemi një lidhje direkte me kolegen time Blerta Zuka, e cila ndodhet në KQZ, atje ku sapo ka përfunduar mbledhja e KQZ-s, ka pasur një debat dhe një anketë që ka pasur lëvizja vetëvendosje. Tash kur ka ndodhur certifikimi i rezultateve, tash i hapet 2 rrugë krijimit të institucioneve të reja. Për këtë arsye, në pjesën e dytë të emisionit frontal do të flasim me profesorin universitar, një herët ka qenë dikur edhe antar i gjykatës kushtetuese, zotin Kadri Kryziu, dhe bashkë me të do të jetë edhe analisti Azran Shala. Do të kemi edhe shumë informacione, por para se gjithashtu titujt kryesor. Certifikohet rezultati i zgjedhjeve në Kosovë, i hapet rrugë konstituimit të institucioneve të reja. Qeveria lancon projektin e ri, prindërit më nuk do t'i presin për regjistrim të fëmijëve të posalindur. Rritja e çmimit të rrymës në 15%, aktivistët gjuan me tort krejon e bordit të zërëjës. Vdes serbët që kriju grabitin armatosur në Veternik, sigurimi i plagosur ende në gjendje të rëndë. Emisioni frontal e nisëm pikërisht me mbledhjen e fundit që sapo e ka mbajtur KQZ-ja pas 46 ditësh certifikohet rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Këtë ngjarje është duke përcjellur kolegja ime Blerta Zuka, me të cilën do të lidhem tash direkt. Përshëndetje Blert, lidhja për ty. Po paraqitemi direkt nga selia e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve këtu në Prishtinë, ku para pak minutash vetëm se është certifikuar rezultati i zgjedhjeve të mbajtura me 9 shkurt të vitit 2025, ku 9 antarë të KQZ-s kanë votuar pro këtij certifikimi, ndërkaq 2 prej tyre kanë votuar kundër. Antarët e KQZ-s, të cilët përfaqësojnë lëvizjen vetëvendosje, Alban Krasniqi dhe Sami Kurteshi, kanë dalur kundër këtij certifikimi, pasi sipas tyre ky proces ka shkuar jo sipas rregullave dhe ligjeve. Gjithashtu këta të dy kanë akuzuar PZAP-n, të cilët nuk i kanë pranuar do të thotë kërkesat e tyre në lidhje me gjithat ankesat që i kanë pasur mbi mbarvajtjen e këtij procesi. Këta të dy thonë se nuk do ta votojnë këtë proces dhe gjithashtu e quajtën PZAP-n se u bëri një thirrje të hapur gjithë atyre që kanë shkelur ligjin në mënyrë duke u treguar në një farë forme se e kanë mbështetjen e tyre vazhdimisht për ta shkelur ligjin në këtë formë siç pretendojnë ata. Në këtë mbledhje është bërë ditur se edhe 3 kandidatët për deputet janë ndërhequr nga marrja e mandatit të deputetit. E kemi Gazvan Muhaxherin nga LDK-ja, i cili do të zëvendësohet me Arben Gashin, Imri Ahmeti i Lipjanit, i cili do të zëvendësohet me Paris Gurin e LDK-s, dhe pak para takimit njoftuan se edhe kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, do të është ndërhequr nga marrja e mandatit të deputetit. Këto janë disa nga trejat e fundit nga kjo mbledhje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërkaq në një kronik më të detajuar do të merrni vesh edhe detajet e tjera. Blerta, faleminderit për këto informacione që na i sollën në kohë reale nga KQZ-ja, ndërkohë pasi ka përfunduar mbledhja e KQZ-s, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se ai dhe qeveria e tij tash që nga sot do të jenë në detyrë. Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, me 23 mars 2025, mandati i plot 4 vjeçar i qeverisë së Republikës së Kosovës të udhëhequr nga unë si kryeministër përfundon zyrtarisht dhe kalon në fazën kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë, e cila efektivisht është sikur qeveria në dorëheqje e mandateve të mëhershme të tjerëve. Kjo është hera e parë që një qeveri e Republikës së Kosovës ka përfunduar me sukses mandatin e plot kushtetues, duke shënuar një kapitull të ri të stabilitetit institucional në Republikën tonë demokratike. Në përputhje me nenën 29, paragrafi i parë, në paragrafin 1.4 i ligjit
L117 për qeverinë e Republikës së Kosovës, mandati secilit antar të qeverisë po ashtu përfundoi me 23 mars. Bashkë me përfundimin e mandatit të qeverisë, pa pasur nevojë për aktin shtesë dhe formal të dorëheqjes prej posteve të tyre përkatëse, sipas paragrafit 1.3 të po të njëjtit paragraf dhe nën. Në këtë rast, ligji parashet që qeveria dhe të gjithë antarët e saj vazhdojnë të kryejnë detyrën e tyre duke respektuar plotësisht kufizimet e parashkruar nga neni i 30 pra i ligjit të lartcekur, si dhe kërkesat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, qeveria jonë, që nga populli quhet qeveria 2, do të ushtrojë të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin e fuqi. Kjo vendos qeverinë e Kosovës në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurimin dhe funksionimin e pandërprer të shtetit në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve, ka shkruar Albin Kurti. Pra, përmes këtij njoftimi që ka bërë Kryeministri i Republikës së Kosovës, që nga sot qeveria Albin Kurtit është në detyrë deri në krijimin e institucioneve të reja. Por cilat janë procedurat që do ndiqen tash e tutje? Ndiqni kronikën për ta kuptuar. Qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Certifikimi i rezultatit të ri zgjedhor me ligj e prek edhe ekzekutivin. Para se të ndodhte ky akt bazuar në ligjin për qeverinë, i gjithë kabinetit qeverisës do duhej të dorëhiqej një ditë përpara. Megjithse kjo nuk ndodhi, nuk do të ketë ndonjë pasojë juridike për askënd në kabinetin që e udhëheq Kurti. Momentin kur bëhet certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve, ndryshon ligjërisht edhe statusi i qeverisë. Pra, nga një qeveri me mandat të rregullt, sipas këtij ligjit për qeverinë, është neni 31 i cili e specifikon që nga momenti i certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve ndron statusi i qeverisë dhe kalon në qeverinë e dorëheqje. Pra, lidhërisht si kryeministri, si ministrat dhe qeveria në tërësi konsiderohet qeveri në dorëheqje. E tash kur qeveria e Kosovës do jetë në dorëheqje, nuk do arrit që të operojë me kapacitetin e saj të plotë. Në fakt, mund t'i kryej vetëm disa punë. Vetëm të zbatoj planin vjetor, programin të cilin e ka miratu në vitin 2021-2025 dhe në ndërkohë ka të drejtë të gjitha çështjet që i ka në procedurë t'i zbatoj, por jo të inicoj procedurat të reja për emërime në borde publike, të miratoj strategji, të miratoj koncept dokumente, të miratoj projekt ligje e çështjet e tjera të rëndësishme. Por çfarë pret tash politikën kosovare pas certifikimit të rezultateve dhe si shkojnë të gjitha procedurat deri në formimin e qeverisë? Caktohet data e seancës së kuvendit, fillojmë me zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit dhe pasi të përfundojë procedura e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit, hyjmë në afate të tjera që përfshin emërimin apo themelimin e qeverisë. Përsëri aktivizohet presidenti i Republikës së Kosovës, i cili duhet që ta thrasë dhe ta ftoj konsultim edhe sot mundën me ftu pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve që ta propozoj partia fituese e zgjedhjeve kandidatin për kryeministër. Në publik përmendet opsioni edhe i bllokimit të konstituimit të parlamentit nga partia fituese. Vetëm se një aktgjykimi kushtetuese vetëse e parashes se çka mund të ndodhë në rast të tillë. Gjykata përmes aktgjykimit të saj ka thënë që afati prej 20 ditëve kur janë dërguar 4 letra atëherë ka qenë abuzim me fuqinë që përfaqësuesit që qytetarët ja kanë dhënë lëvizjeve vendose që gjë që ajo ka abuzuar në atë kohë me këtë afat. Rrjedhimisht edhe për afatin e konstituimit të kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, gjykata do të vlerësoj kështu që në rast se do ta prolongonte vendosja do të ketë abuzim me fuqinë që ja ka dhënë qytetari. Pas certifikimit të zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës i mori vetëm 9 ditë kohë. Ndërkohë qeveria në detyrë do të vazhdojë punën normalisht, siç ka shpjeguar edhe kryeministri në postimin e tij, kurse sot pikërisht qeveria udhëhequr nga Kurti ka lancuar projektin e ri Prindërit më nuk do të presin për regjistrimin e fëmijëve të posalindur. Me të ardhmë në jetin nështruhan një procedure. Fëmijët e prindërve kosovar qysh në ditën e parë regjistrohen si banorët më të ri të këtij vendi. Pikërisht për këtë procedurë këtë enjtë u lansua një pilotim i shërbimeve të integruara. Kjo nis me qeverisë e Kosovës nga Bashkimi Evropian dhe qeveria Gjermane u amundson thjeshtësimin e procedurave të regjistrimit.
Detaje për të dha kryeministri Albin Kurti. Me zgjidhjen që po pilotojmë sot, prindrit nuk kanë më nevojë të shkojnë nga një sportel në tjetrin për të kryer procedura të ndryshme. Të gjitha të dhënat e nevojshme për regjistrimin e fëmijës, për benefitet që ju takojnë, për sistemin shëndetësor e për vaksinimin. Shefi zyrës së BE-s në Kosovë, Avio Orav, tha se nisma të tilla vendosin standarde të reja. Duke integruar institucionet kyçe dhe duke ofruar shërbime digjitale të personalizuara. Kjo nis vendos një standard të ri për qeverisjen moderne të orientuar drejt qytetarëve. Vlerësime për nisma të tilla pati dhe ambasadori i Gjermanisë në Kosovë. Reduktimi i burokracisë është një shtyllë thelbësore e qeverisjes së mirë në të gjitha shoqëritë tona. Shpeshherë qytetarët përballen me pengesa të panevojshme që vështirësojnë qasjen në shërbimet thelbësore. Edhe ministri i Shëndetësisë Arben Vitia vlerësoi se me këtë digjitalizim prindërit do presin më gjatë procedurave të regjistrimit. Mundson digjitalizimin dhe ofrimin proaktiv të shërbimeve thelbësore për nënën dhe fëmijën. Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti ra prej e 2 humoristëve rus të njohur si Vovan dhe Leksus, të cilët ju prezantuan atij si presidenti i Letonisë në një bisedë me video. Për këtë incident të sikletshëm për Kurtin është në dieni edhe presidenti letonez, zyret e cilit në një përgjigje për gazetën Express kanë thënë se e dënojnë këtë akt si pjesë e propagandës ruse. Ne jemi në dieni për këtë incident dhe dënojmë taktikat të tilla si një formë propagandës ruse dhe dezinformimit, ka thënë zëdhënësi i presidencës së Letonisë. Flasim tash për një lajm të mirë që një ditë na erdhë pra Republika e Kosovës tashmë është njohur nga Kenia, mirë po sigurisht ky vendim i këtij shteti i ka irrituar Serbinë. E më pas ka ardhur edhe një reagim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës. E bindur se zdo ta njohin kur Kosovën, gruaja e presidentit serb kërcente me banorët e Kenjas. Por kur ideja atyre ju dështoi, tash bashkëshorti i saj Aleksandar Vučić po vlerëson këtë akt si armiqësor ndaj Serbisë. Madje bashkëngjitjen e tyre me 117 vende demokratike, ky po e cilëson si shkelje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare. Ndaj kësaj reagoi të njëjtën Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, që e akuzoi Beogradin zyrtar se s'ka interes për normalizim raportesh. Deklarata e tyre fundit si përgjigje ndaj vendimit sovran të Republikës së Kenjas për ta njohur Republikën e Kosovës, vërteton se Serbia vazhdon të refuzojë ta përmbushë zotimin e saj në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. MPJD-ja po vlerëson se deklarimet e fshinit verior përbëjnë sinjale për agresione të tjera ndaj vendit. Duke deklaruar se do ta mbrojë me vendosmëri më të madhe sovranitetin dhe integritetin e saj territorial, Serbia po sinjalizon sërish gatishmërinë e saj për agresion. Për më tepër, këta përgënjeshtrojnë pretendimet e Serbisë për çnjohjet ndaj Kosovës në vitet e fundit. Për më tepër, deklarata e Serbisë është e mbushur me gënjeshtra të hapura dhe desinformata të qëllimshme. Pohimi se 28 shtete kanë tërhequr njohjen e Kosovës në 8 vitet e fundit është një gënjeshtër e paskrupullt. Përpjekjet e Serbisë për të minuar pozicionin ndërkombëtar të Kosovës përmes manovrave të sajuara diplomatike kanë dështuar vazhdimisht. Në fund i bën thirrje partnerëve ndërkombëtar ta dënojnë retorikën e ashpër agresive dhe shkeljet e marrëveshjeve nga ana e Serbisë. Kjo qasje e Serbisë ndaj Kosovës tregon edhe për një rast tjetër që ka të bëjë me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe progresin në dialog i cili siç duket është larg dhe për këtë arsye Kosova rrezikon funde nga Bashkimi Evropian nëse nuk ka progres në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian i ka vënë parakushte Kosovës e Serbisë për t'i përfshirë në procedurat për planin e rritjes. Këta po kërkojnë që këto dy shtete të angazhohen në dialogun për normalizim të marrëdhënieve në mënyrë konstruktive. Parafinancimi që në total kap një vlerë prej 6 miliard eurosh për të gjitha vendet e rajonit, duket se nuk do të përfitohet në rast se nuk ka progres në dialog.
Në procedurat për planin e rritjes ka parakusht kur bëhet fjalë për Serbinë e Kosovën, e që është angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun për normalizim të marrëdhënieve. Në këtë fazë, s'mund të konfirmojmë nëse parakushti është plotësuar apo jo. Do të shpjegohet kur të merret një vendim sa i përket parafinancimit. Kosova nuk e ka ratifikuar në kuvend marrëveshjen për kredi me BE-n dhe derisa të mos e bëj këtë, nuk mund të marrë pagesa. Mund ta konfirmojmë se në këtë fazë nuk ka parafinancim për Serbinë dhe Kosovën. Më herët këtë javë e javën e kaluar u bë parafinancim për Maqedoninë e Veriut e Shqipërisë, por procesi po vazhdon për Kosovën e Serbinë. Kosova do të mund të përfitojë mbi 880 milion euro nga ky plan i rritjes. Mbi 250 milion Kosovës do t'i ndahen si para pakthim, ndërsa pjesa tjetër në formën e kredive të volitshme. Sipas kësaj, Kosovës do t'i paguheshin 7% në fillim si parafinancim, që i bie rreth 61 milion euro për kokë banore. Kosova do të përfitojë më së shumti nga të gjitha vendet e rajonit nga kjo paketë. Flasim tash për paralajmërimin që është bërë qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët që nga prilli do të paguajnë çmimin e energjisë elektrike për 15% më shtrenjtë, dhe për këtë arsye ka reaguar sot aktivisti i njohur, i cili ka gjuajtur me torte kreun e bordit të ZRA-s. Merre e qytetarëve e ki 15% rritje e rrymës, edhe na e kemi një dhuratë 15% për kryeshefin e ZRA-s. Se na ka thonë gjeni ma lirë rrymën, tash i kallëzoj. Të i merë është një tortë është të më ta dhuru. Por i merë për qytetarëve. Po mos na kthem mërë përsa se dhuratës. Po që të e kena vle për juve. Do t'i meri, se të dhuratë për qytetarëve. Merre e qytetarëve e ki, 15% për ty. Vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera dhe flasim për Durak Bajramin, i cili para se të vdeste kishte lënë një amanet që në ceremoninë e varrimit të tij dhe në ceremoninë për ngushëllime të marrën pjesë edhe policia e Kosovës, dhe kështu ka vepruar edhe policia. Unë mblodhëm para stacionit të policisë e Kosovës në shtime. Por kësaj radhe, këta zyrtar policor nuk ishin ndonjë plan operativ për ta zbatuar. Në adresën e tyre këtë të endë kishte ardhur lajmi se qytetari Durak Bajrami kishte vdekur dhe kishte lënë një porosi të varroset me prezencën e tyre në fshatin Rancë. E duket se këtë amanet të quan në vend policët, të cilët 71 vjeçarin e kujtojnë pasi ai në stacionin policor dorëzoi një armë me leje. Baci Durakin njohemi si person të mirë. Në vitin 2023, në mënyrë vullnetare ka dorëzuar një armë këtu në stacionin policisë. Arma është bën dorëzimin e armës ka bën në mënyrë vullnetare. Arma ka qenë me leje. Madje policët të marrën edhe një iniciativë për ta ndihmuar familjen. Kemi marrë një iniciativë për ndërtimin e shtëpisë, ku në bashkëpunim me qytetarë dhe bizneset, kemi arritur të bëjmë zhvendosjen e Pacit Durak pe fshatit Rancë këtu në shtime. Fëmija e Pacit Durak nuk kanë mujtë të vijojnë mësimin për shkak gjendjes së rënë të rrugës. Kështu nga stacioni policor këta policë nisën për në fshatin Rancë. Bashkë me qytetarët ata po shkonin tek vendi ku do të varroset tashmë indjeri. Me vete kishin një kuror me lule. Prezenca atyre u lehtësoi dhimbjen familjareve. Ma ka lanë me gojë, këta, policien, me thirë në varrim se këta ma kanë pështu vllavin, ma kanë qitë në shtime. Ta ma kanë kry me shka koha, me shka koha që rëpë të gjallë mi ka marrë me këtë qua t'i poshtë. Po 6 muaj nuk jetaj ma, më shkoj. Shumë faleminderes për këtyne, Allah i shpërbleft, Allah i roft, Allah i pështoft. Aj bia jemi se shumë jam në nako. Falendërues u shprehen edhe të afërmit. Policisë Kosovës që keni qenë iniciator për të ndërtuar shtëpinë, të falenderojmë shumë.
Policia e Kosovës ishte marrë edhe me një rast që kishte ndodhur para disa ditësh, pra një grabitje këtu në Prishtinë, me që rast ishte plagosur sigurimi e po ashtu edhe personi i cili ka tentuar që të grabes. Kurse sot ka vdekur pikërisht ai i cili kishte tentuar që ta kryente këtë vjedhje. 4 persona të maskuar e të armatosur deri në dhëmb janë mësy një furgoni që po transportonte para në lagjen veterinik të Prishtinës. Por plani i tyre nuk u shkoi deri në fund pasi hasën në punëtorin e sigurimit të kompanisë me të cilën filluan shkëmbimet e zjarrit. Si pasojë e tyre, plan nga plumbat mori sigurimi, por edhe njëri nga grabetesit. I pari u dërgua me urgjencën e QKUK, ndërsa i dyti kërkoi trajtim në urgjencën e Graçanicës. Duke marrë parasysh sasinë e madhe të gjakut që i kishte humbur e pasi mori aty disa doza, njësia speciale e Policisë së Kosovës e transportoi atë për në emergjencën e QKUK-s. Nga kjo klinik u transferua në klinikën intensive ku për 10 ditë mori trajtim aty. Fatkeqësisht njëri prej tyre, nacionalitetit serb, edhe përkundër gjithë trajtimanit mjekësor, medikamentoz, edhe kirurgjikal, edhe pas gjithë angazhimit enorm të stafit mjekësor, nuk ka arrit me përballë u plaguet së dhe t'i ka marrë me rastin e lëndimit marrë zjarri dhe e mbrëm pak minuta para orës 21 kanë ndru jetë. Drejtori intensivës Shaqir Uka foli edhe për gjendjen shëndetësore të punëtorit të sigurimit. Pacienti tjetër vazhdon që të marrë trajtimin mjekësor dhe matutin në njësinë e mjekimit intensiv, vazhdon të jeti monitoruar dhe vazhdon që gjendja e tij e përgjithshme të qëndrojë dhe matutje relativisht e rëndë për shkak të lëndimeve që ka psu. Pavarësisht që parametrat vital në momentin kur po flasëm, tani për tani janë stabil. Miloš Vukajević, i vitit të lindjes 2000, kishte një histori kriminale pasi ishte arrestuar më parë për kultivim të bimeve narkotike dhe ishte liruar nga burgu rreth 15 ditë para ngjarjes së grabitjes. Po ashtu, policia e Kosovës ka bërë të ditur se është duke hetuar një rast ku dyshohet se një vajzë mitur është ngacmuar seksualisht në një shkollë në Gjakov, ndërsa i dyshuari është ende në kërkim. Sipas policisë, sot rreth orës 8:30 një qytetar në Gjakov ka raportuar në polici se vajza e tij e mitur është ngacmuar në një shkollë nga një person i rritur, i cili sipas policisë punon në bufetin e shkollës. Rasti po hetohet në drejtim të veprës penale ngacmim seksual, përderisa jemi në kërkim të dyshuarit, thuhet në njoftimin e drejtorisë rajonale të policisë së Gjakovës. Kurse gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar të njëjtën me 21 muaj burg e 5.000 euro gjob Florent Poroshticën, njërin nga të akuzuarit për krimin dhe menaxhimin e grupit famkeq Alp Kings. Seanca është zhvilluar sot, ishte e mbyllur. Ndaj të pandehurve përfshirë Florent Poroshticën, Edvin Nevzatin, i ikur në Serbi dhe të dyshuar me iniciale ESE, rëndojnë veprat penale, vjedhje identitetit dhe kredencialeve në bashkëkryrje, shantazh dhe shtrëngim. Të gjithë pandehurit me lartë janë të përfshirë në rastin e njëjtë të grupit Alp Kings. Edvin Nevziu, pasi kishte pranuar fajsinë dhe ishte larguar nga paraburgimi në tetor të vitit 2024, ka ikur në Serbi dhe nuk është paraqitur as me 30 janar, kur kishte për të mbajtur seanca gjyqësore ndaj tyre, e që është mbajtur sot. Kurse gjykata themelore në Ferizaj ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar masën e paraburgimit prej 1 muaj për të pandehurin EI, pasi i njëjti dyshohet se ka dhunuar seksualisht një të mitur 15 vjeçare brenda veturës së tij, pasi të njëjtës i kishte dhënë substancë narkotike të llojit marijuan dhe kishte vërejtur se ajo ishte pa vedije. Sipas njoftimit, ngjarja thuhet të ketë ndodhur në një fshat të Ferizajt brenda veturës të tipit Golf 6, pasi EI kishte ofruar të miturës cigare me marijuanë dhe pasi e kishte bindur se viktima ishte mitur, ishte pavedishme.
I dyshuari EI, siç njofton gjykata, dyshohet se më pas ka kryer marrëdhënie seksuale me forcë. Vazhdojmë emisionin frontal, tash me bisedën në studio do të flasim për zhvillimet e fundit, siç tash me keni kuptuar, është certifikuar rezultati I zgjedhjeve të 9 shkurtit, ndërkohë më pas Albin Kurti njoftoi qytetarët se ka ofruar atë që ai e quajti dorëheqje, mirë po megjithatë nuk tregoi nëse qeveria e tij ka dhënë apo jo dorëheqje. Mirë po për Albin Kurti do të flasim edhe për një situatë jo fort të mirë me cilën është përballur, pra një prang që ka rënë para disa ditësh nga 2 komedian ros. Dhe për të diskutuar për të dyja tema të kam ftuar 2 musafir, zotë Gërziu, mirë se erdhët në emision. Mirë se gjej. Faleminderit shumë. Jeni ligjërues fakulteti, po ashtu keni qenë edhe anëtar I gjykatës kushtetuese në kohë. Nën kryetari I gjykatës. Nën kryetari I gjykatës kushtetuese. Dën saktë. Azra, mirë se erdhët. Mirë se u gjej, asim faleminderit. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit frontal, po nisem profesor me ju për shkak se tash ka zhvillime të reja sa I përket certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, mirë po filloi të diskutohet, sikur diskutohet më shumë ke puna e dorëheqjes, kur do dorëheqet qeveria, a do dorëheqet, a u dorëheqet Albin Kurti me këtë njoftimin që e bani. Me thot drejtën nuk e kam dëgjuar. Ka vonë dorëheqje ndoshta? Po, ai realisht e bani një postim Facebook, po nuk e di e la pak si vjerë punën e dorëheqjes. Edhe më njëherë po është reagime të shumta duke thënë që kjo është çështje shumë e thjeshtë, do thotë nuk është që ndërlikuar, por për shkak se tash opinionet publike, mendimet e gazetarëve, mendimet e shoqërive civile tjera, kjo do një interpretim kushtetues dhe nuk kemi të lashe. Po. Qeveria konsiderohet e dorëhequr në momentin kur shpërbendet parlamenti. Qeveria është në dorëheqje, qeveria është ushtruesi I detyrës, qeveria është në detyrë. Deri kur? Te në momentin kur vjen qeveria e re. Po. Nuk e pengojnë të situatat caktume. Por ndryshe është interpretuar për shkak se përpara kemi pas raste kur është përbër, ku vendi pa kalu mandati, thjesht ka pas krizë dhe është përbër tash. Qeveria e dorëheqje është, edhe ku të shpërbehet. Aja duhet të kryen mandatin ligjor derisa të vjen qeveria e re. Nëse ndryshohet ministri, duhet me nejt në zyre deri të vjen ministri I ri. Ka detyrë, obligim kushtetues dhe ligjor. Kështu nuk ka mendu, sepse qeveria e ka konsideru, madje po më kujtohet edhe një postim kur e pat bë Albulina Haxhiu, diçka që e pat një farë debati me prokurinë speciale, tha para se gjithë thash ju drejtua aty, në tha që nuk është qeverinë detyrë. Jo, është kategori ligjore, është duhet me lexu ligjin mbi qeverinë dhe shkruan qeverinë detyrë, edhe qeveria ndërheqje. Do të thonë, po e kanë një funksion të tillë, kështu që dorëheqja e kandidatëve për deputet në momentin e certifikimit është obligueshme për persona të cilët kryejnë një detyrë tjetër shtetërore. Respektivisht kryetarët e komuna, për shembull, kanë qenë kandidat, edhe ata duhet më përcaktu. A duhet të jenë deputet, a do të jenë kryetar komuna. Kushtetuta lejon, do të thonë, edhe kandidat tjerë të natyrave shtetërore me qenë kandidat për deputet. Është një drejt fundamentale njerëzore. Për shembull, prokuror, gjyqtar, polici, kështu me radhë, ushtarak, nëse e konsideron për shembull se duhet më përcaktua, do të jetë deputet apo detyrën që ka pas, atëherë në certifikim ta japin dorëheqje. Qeveria është e dorëhequr, është në detyrë, kjo është e përcaktuar me kushtetut. Pra ju nga sot, ka qenë edhe më herët kur prej momentit kur nuk funksionon parlamenti. Dhe dorëheqjen duhet me dhënë ose me dorëzu të ai I cili ka emëruar ose të ka zgjedhur. Kryeministri nuk ka kujt I jep dorëheqje për atë arsye se parlamenti nuk funksionon. Mandati I plot 4 vjeçari I Qeverisë Republikës së Kosovës së udhëhequr nga Ansi kryeministër përfundoi zyrtarisht dhe kaloi në fazën kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë. Domethënë Albin Kurti po thotë sot ne jemi qeveri në detyrë. Deri sot para certifikimit kanë qenë qeveri në dorëheqje. Jo la kësë po thotë. Se tash mos e lexoj krejt. Jo, ne s'ki nevojë me lexu, unë ta interpretoj sakt, qartë, mirë, do të thonë në momentin të shpërbërjes, shumë bukur shkruan ne, do të thonë në kushtetutë, në kapitullin 4, kur është, do thotë, institucioni I parlamenti,
edhe kompetencët e parlamentit dhe shkruan shumë bukur që pashtu edhe me ligjin mbi qeverinë shkruan se qeveri në momentin e shpërbërjes së parlamentit, qeveria konsiderohet e dorëhequr. Cila është roli që ka një qeveri në dorëheqje? Është i njëjtë? Ndryshon diçka? Jo, roli qeverisë legjitime, ta quaj kështu edhe legale, është ai kur e merr mandatin. Tash qeveria ka legalitet, ma pak ka legitimitet, sepse me ligjin mbi qeverinë disa kompetenca janë të kufizuara, të cilat nuk mund të dërgoj për para, për shembull projekt ligje që duhet me dërgu në parlament, marrëveshje ndërkombëtare. Çfarë mos i përmend të gjitha, do të thonë, çfarë punë kryen kjo? Kryen më shumë punë teknike të mbetura për vitin kalendarik financiar. Do të thonë, ndonjë problem buxhetor, ndonjë çështje të cilat mund të lidhet me presidentën, e cila presidentja ka kompetencë të veprojë, kur e kemi hartuar atëherë kushtetutën, që jam njëri, mos të flas kështu, jam njëri për hartuesve, mandatin e kemi vendosur, do thotë 4 vjet të deputetëve, mandatin 5 vjeçar për presidentën. Arsyeja se kur shpërbehet parlamenti, presidentja është në detyrë në kuptimin e autorizuar dhe legjitime, se ka një vjet që mas me pas vakum absolut që mas me ekzistu asnjë institucion i Kosovës. Sigurisht do të flasim edhe për rolin e presidentit, sidomos tash në këtë fazën kur pritet me pas një rol pak më të madh presidentja, pra kryeministri sot njoftoi që zyrtarisht ka dhënë dorëheqje. Po, qyre ai nominalisht ka qenë mandatuar prej 2021, por në detyrë së konkurrit. Sepse 4 vjet qeverisjes, nëse ja këshyrim bilancin, i vjen sikur Kosova mos pas qeveris fare, ose në rastin më të keq o qeveris kështu, në rastin më të mirë, o qeveris keq. Se pas ke po një video pronë tjetë që ka qitë televizja vëndosë, ka nëmru sukseset. Farnat, po ato që i kanë publikua ata janë propagandë, edhe thelbi propagandës është e veriju. Nëse e këshyrim veriju në Kosovës, na me marrëveshjen ndërkombëtare, me marrëveshjen e Brukselit, ma saksisht aneksin e orit, ti e sheh arsim aty edhe kret ata që e kuptojnë atë punë ka pak raportet ndërkombëtare, e shohin që veriu i Kosovës është më i lidhur me Serbinë se me Kosovën. Aty kanë draft statuti që ka buru, sidomos për një shtat që është vetëm menaxhimi, ti aty sheh arbitrazhe për komunat, 4 komunat veriore. E kanë një kryeqytet të vetin. E kanë kufijtë vet. Kanë organe përfaqësuese paralele me të shtetit. Na kemi avokatin këtu, juristin, mos në ndihmoje. Ajo është aty të konsumon elementet e një shteti paralel. Pra, kjo nuk është nivel i pushtetit 4. Kjo është autonomi brenda Kosovës, një trupe këtë ere juridiko-politiko-administrative. Pra, ndaj për mu, ajo ideja e tyre është propagandë. Tash, që kanë provu këta, dështimin në marrëveshje ndërkombëtare, në letër, në tavolinë, me mbulue, me aksionin veri, me hapjen e do bizniseve, mirë po, ata që institucioneve. Përshon që sot janë do pikat posta. Çështja e dinarit këto janë çështje që janë marrë vesh qysh nga fillimi i negociatave. Ato kret zbatohen kur zbatohet asociacioni, Arsim. Çështja e dinarit o marrë vesh edhe Vučići, edhe Albini. Prakisht Thaçi Mustafa. Pra momenti kur asociacioni formohet në Kosovë, ai e merr përsipër me paguë për sertë të Kosovës pagesat, të cilat deponohen në këta llojet e monedhave, në euro, në dollar, çfarë do të qofshin, por të reqa vohet vetëm dinar. Që ka Albin Kurti atko, unë kujtojt shumë mirë, e ka tërheq si çështje para prake, para se mos po të marrësh në tërësi, a e ka qitë si çështje, por me ka pak populizëm. Kështu këto Barsoleta nuk bën na fort me ran viktim. Pra video ke propagandë, qeveria Kurti bash asnjë rezultat se ka, merr një arsimin, shëndetësinë, premtimet elektorale që i kanë bën, ti e sheh që rezultati është zero. Që i vjen. Mos e bëj se tani ta prejnë këtë videon vetvendosja që ta kanë prej atë videon bashkë me... Ajo s'ka lidhje, unë e funksionuar... Qële, unë të mishëm atë rastin... Kështë ngjashmëri, domthonë... Jo, nuk ka ngjashmëri, aty qysh. Tash, unë jem historian, edhe kom qëndrim politik edhe opinion politik. Edhe pa pretendu që jem asnjë gazetar, unë normalisht informona për gazetarëve. Ty mund me ta lyp një shkrim për një çështje caktuar, edhe unë e lexoj që ke voti. Se unë se kur mend gazetarin fjalë, kjo është kot. Por më tepër që thosh këtë ngjashme. Po ato aty pse bëhen. Ata me kësi forma mundohen me ja u vlerën kritikës vërtet ndaj Albin Kurtit. Pyetja që shtrohet këtu, a janë vërteta? Që ka mundësi e kam cituar këtë fjalë për fjalë. A janë vërteta ato? Ato premtimi që i ka Albin Kurti. Edhe ato që në fund janë me rezultate zero, tregon që këta i ikin pyetjes reale. Pyetja reale është a janë vërteta? Ka mundësi që Azreni është plagiator? Ka mundësi Vemeta është plagiatori?
Çështja është a janë vërteta. Nëse ke kopju, le të reagon lirimi, do më Jo, more, po, unë shërbejnë api gazetarëve, i lexoj mediat edhe vinë. Por dallim për tjerëve që vinë pa pregadit. Edhe ju ku mbo ftes, le të vinë që ko presingi qëtu, ne jemi në të shtatë. Që ko frontali, ku të dhejnë në televizionin, edhe i bëlla faqojmë. Po ata nuk vinë. I shtin do dezerter Trump pishmon dhe të vendosjes, që munor me kësi forma me ujnë qep edhe me hi aty. Jo, Salizyba nuk është... Jo, videon e ka njës dikush tjetër. Një dezerter Iran pishmon, atë farë kontazën, mu kesh kër e pash, Këtë dezerteri? Ka qenë panelisti presingut tu, Niko, një ashare, se s'po do me folë për tonë, sa që parë nëzishëm. Po, unë e ftoj publikisht, hajde këtu, edhe e mati sa ka punu qeveria Kurti. Tana unë e marë, me qefin, sa ka punu qeveria Kurti, tregoj... Etiketën e shërbetorit batonit që ka mënsuaj, ose kërë që. Këto jo, adini, të e banalitetet. Sa ka punu qeveria Kurti, se po du më dalë të rezultati zgjedhjeve, për shkak se u certifikun sot, dhe më dhanë tregoj rezultati zgjedhjeve, dhe më dhanë nëse shumë rezultatën i bjenë që kjo qeveri ka punu. Prandaj kemi në rezultat 42%. Unë e lexoj ndryshe pak arsim, por veç kësaj, na kemi pas qeverinë e parë në historinë e Kosovës, pavarësisë mas lutjes bile, që ka kryer mandatin e plot. 4 vjeçar e ka kryer një mandat kushtetues. Çka ka ndodhur? Ka qeverisë vet, pa partner. Nëse s'ka bëj kaçi. Urna? Mandati i parë i qeverisë. Jo, mandatin e parë në historinë e Kosovës që kryet deri në fund. Ky i pari. Është i dyti i Kurtit. Është i dyti i Kurtit, po i pari në historinë e Kosovës. Tash, kjo qeverisë 4 vjet. Pa partner koalicioni, je kone vetme, i ke pas këtë mekanizmat e plota nduar me bo Kosovën parajs qysh ka përmëndo në pozit. Edhe mas 4 vjetë e bilanciot e ti i ke up 11 pik nga zjedhë para prake. Kjo flakaresh, ashtë s'ka ranë 30%, por mua të nënkom për qmeri naive. Jo pëse se ka meritu Kurti ose ke qeveri me rakret. Këta as prakin se mërtën me kaluë. Po këtu ka munguar një angazhim opozitar. E tash mungesa ati angazhim opozitar, këti ja krijon një komoditeti mi marrë 22%. Por kjo është shumë e rafra. Pa angazhim opozitar, kjo ka upë 11 pikës e 10 pikës a i bjen, prej zgjidhje para prake. Kjo flakaresh edhe kjo mungëzon qytetarët e Kosovës, i thanë jo një qeverie me tendencë autoritare, i thanë jo një qeveri që praktikisht ka vë kur gjonë, ose kur ka veprue, ka vë keq, që sa ke dikur Albin Kurti bëllim e situa ato, dikur thë se shumë ma mirë i kemi punët kur të funksionojnë institucionet, të sa kur funksionojnë. Si të funksionojnë bëjnë keq, pikrish kjo i vlenë qeverisë të i. Shumë ma mirë i kemi punët nëse fare të funksionojnë institucionet qeveritare, se sa kur funksionojnë. Kur funksionojnë, të ishe performanca katastrofale. E shemi Mozakusari në aksion, të koordinuar atë qiqen. E shemi Ministrin e Financave në aksion, të i qujtë mercenar, e të i thonë qytetarëve kush nuk dojnë mos i merë ato 100 euro, që së shas politik. E shumë skandalit tjera, e shere të hajdari në aksion, por vetë aksioneve korruptive të shkel fëmi, shkel lej maskarade. Pra kjo qeveri është skandaloze. Reni është për mu e mirë, është reni e pak thëyshme, kemi me pa hala ma shumë. A dojë ma shpet me rëdhë këtë qeverin Kurti, kjo më vartë e pri partive opozitare, që unë së më imidhon më të mi aty. Ata po tutën, unë e jo për shumë. Se po tutën? Unë me një që janë këtë nështërën për e fillimit të Kurti. Nëse këqyrë reforma në LDK-s atë PDK-s, ata kanë bërë reform qysh mu dok urban para votuzët Kurtit. Pra kompleksat e inferioritetin ndaj Kurtit, ata i ka që me i bo do zgjidhje brenda partisë që në fund skandale të mira. Zoti Abligjiku ka arme një premtim, ose gjithë në racionin e ti, 3 vjet e para të sekretari LDK-s, flasë mandat të regullt, a i pëlqenë votusit që Albin Kurtit. Jo a e rrit LDK. Me asi performanca, kur ti do shmu bo Albin 2.0, ose kopje e ti, ose e të memli, ti nuk mundesh më konë i sukseshën politik. Ata për originale kanë Albin Kurtit. Par ma te për që Zoti Abligjiku i ngjanë të mërësisht, janë 2 anë të mënellës njetë. Me levizje, me narracion, me diskurs e kjetë një që Kurti. Unë e ku përcjell shumë me vëmendje fushatën. Dhe s'po du mu zgatë këtë punë. A di që ka ndodhë? Këshyrë një premtimet e Albin Kurtit 2015, 16, 17, këshyrë në Abligjiku. Arrogancë, Kurti, arrogancë Abligjiku. Përjashtues Kurti atë ko, ndaj partive politike, përjashtues Abligjiku. Kurti thoshte, kur të vim pushtet, ne nuk i qej kërkon në burg, por e qëllirim gjykatën. Njëtat fjali ka thonë Abligjiku gjatë gjithë pushatës. Ma saksisht edhe në televizione, në emisionet televizive. Albin Kurti thoshte, ne kemi program, partit tjera s'kan program. Njëtën fjalë, copy-paste, thoshte Abligjiku, ne kemi program, ata s'kan program. Kjo është Albin Kurti. Pra, ky po do mi ngja Albin Kurtit, e to i ngja Albin Kurtit me fitu, e po kështu s'ka. Se kemi një originalin këto. E vërtet. Por, Albin Kurti pritet me kanë kryeministër sërish, apo jo? Si fitu si zgjedhjeve po flas? Ta shpispjegojmë pak ma si doktrinë. Po, pa tjetër. Partitë politike të në Kosovë, edhe në përgjithësi, kanë vetëm 3 objektiva. E para është me marrë pushtetin, ku dalin zgjedhje, e dyta është me rujt pushtetin, dhe e treta me participu në pushtet.
Partia e parë ka dalë me 20 e diçka %, dhe të vetëvendosja, e ka marrë një pushtetin legislativ. Në mënyrë automatike, kryetar i vetëvendosjes, i partisë vetëvendosjes është edhe kryetari i kuvendit. Nuk e ka marrë pushtetin ekzekutiv. Pushteti ekzekutiv merret masi të konstituohet parlamenti. Aty duhet me pas edhe lobime, se kryeministër mundet me qenë edhe një person i cili nuk ka dalë fare në zgjedhje. Një person i cili është deputet, por duhet t'jep dorëheqje. Këtu dorëheqja është legjitime ta quaj. Kështu që për me kriju, me konstituu qeverinë, i duhen gjatë të një vota. Shumicën absolute të deputetin. Por përpara se me kalu të qeveria, domethënë kuvendi mund të konstituohet pa audit apo bën qeveria jo, këta deputet që janë zgjedhur këta. Qeveria nuk mund të bëhet pa konstituimin e parlamentit. Parlamenti konsiderohet i konstituuar dhe legal dhe legjitim atëherë kur zgjedhen trupat e parlamentit. Respektivisht kur zgjedhet kryetari, njërin kryetar. A ka një afat prej sot kur janë certifiku rezultatet deri te konstituimi i kuvendit? Domethënë me këtë punë duhet mirët presidentja, që nënkupton aja ka për detyrë dhe obligim që ta thrasë mbledhjen konstituive të parlamentit, duke bashkëpunuar në mënyrë obligative me kryetarin në detyrë të parlamentit. Se edhe kryetari i parlamentit është në detyrë. Parlamenti është i shpërbërë, ose si ta shpyj kështu, por kryetari ka për detyrë bashkë me partitë politike dhe me presidentin konstituimin mbledhjen e parë plenare të konstituimit të parlamentit. Kur do të mi thirrë presidentja këtë takim? Kjo në afati kushtetues është 30 ditë prej sodit, domethënë brenda 30 ditë. Duhet të thrasë për konstituimin. Dhe atëherë është rregulluar membrana përmes rregullores së parlamentit, që duhet të jetë njëri më i vjetër, njëri më i ri, kështu me radhë. E zgjidhen trupat e kështu me radhë. Konstituimi i kuvendit nuk është problem, domethënë problemi është kur mendohet për krijimin e qeverisë. Konstituohet kuvendi, pastaj presidentja ka për detyrë kushtetuese me thirrë përfaqësuesin kryetarin e partisë më të madhe që ka marrë më shumë deputet, me ia dërgu një emër për mandatar. Momentin kur e dekreton mandatarin, i jep mundësi, domethënë 15 ditë, domethënë është mandat kushtetues 15 ditë për konstituimin e qeverisë. A mundet kjo partia mos m'ia dërgu mandatarin emrin e mandatarit për shkak presidentës për një kohë? Mundet, po s'ka drejt. Mora ko është rregulluar me nuk është rregulluar. S'kan pas shumë thënë drejt, pa i kanë vonë. Po dhe senso mos e akomodo shumë avokat në këtë. Me qenë edhe gjenial me parapat të gjitha gjërat që ka mund të mendohet. Këto gjërat e cilat ndodhen jashtë kushtetutës, domethënë një gjëra të cilat quhen destruksion kushtetues. Dhe këto gjëra nuk duhet me ndodhë. Domethënë, por nëse ndodhen, atëherë kanë edhe këto kanë zgjidhje. Mundet mos me quh, mundet me quh. Kështu me radhë, duhet me prit domethënë pafundësisht presidenti jam ja dërguar emrin të mandatarit apo është i kohë kur ajo kërkon dhe ajo ku përfundon në moment. Jo, në mënyrë kumulative, domethënë prej momentit të konstituimit të parlamentit duhet me kalu maksimumi 60 ditë për krijimin e qeverisë. Nëse jo, atëherë shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilën presidentja ka për detyrë të shpahet brenda 40 ditëve dhe fushata është 10 ditë. A s'ka një mundësi tjetër para se me shku në zgjedhje të jashtëzakonshme me provu dikush tjetër? Po, ka mundësi. Mundësia dytë është nëse tërhiqet te kalum ato. Nëse kalojmë se t'ja një mundësi edhe opozitë. Se të ngrohtë që topin të do të thonë, momentin nëse brenda 15 ditë nuk mund ta themeloj, ta konstituoj qeverinë, atëherë presidentja ka një rol të jashtëzakonshëm se kompetencat e presidentes janë neutrale, por është faktori i unitetit të qytetarëve të popullit. Këtë detyrë ka. Se kryen. Ja, se kryen. Kështu që e lëm si pikpyetje. Pastaj kërkon njëjtën procedurë, mundet me kërku njëjtën procedurë, partia e parë
ka mundësi me dha edhe herë mandatarin, po jo me emrin e parë që ka qenë, respektivisht nëse shkon Albin Kurti, ma nuk mundet. Po, se ka djegë qatë mundësim. Dhe tani përdojrë logjika juridike dhe politike. Nëse i pari, ma i fuqishëm, s'ka mund të bëjë gjatë një vota, atëherë duhet me shku partia dytë. Edhe prej partijës dytë, ose prej partijës fundit, dhe më thonë që e kem aleancën, kushtetuta thotë se çdo partije cila mrin pragun ka të drejtë me e themelu qeverinë. Nëse Ramushi, kryetari i aleancës, i bën gjatë një vota, mund të bëhet kryeminist. Unë kom palavon, mi avon një pyetje avokate. Prej momentit kur certifikohen zgjedhjet, deri te seanca për me zgjedh kryeparlamentarin, mund kujtohet një precedent i 2014 ku nuk certifikohet afati kohor. A ka një afat kohor, se që tu konflikt ka me zvarrit pushteti aktual, ose partia e parë që ka fituar zgjedhjet? Në moment sot konsiderohet certifikimi i rezultateve. Po. Atje në parlament bëhet verifikimi i rezultatit. Në momentin, do me thonë, prej sodit, ka afat kushtetues, mbrana 30 dite, presidentja është detyrueshme, ka detyrë kushtetuese me e konstituu, me thirrë konstituimin e parlamentit. Se ka një vendim gjykata nëse nuk gaboj, gjykatës kushtetuese kur ka qenë e blokada, e ka rregulluar këtë punë. Okej, po, kryeparlamentarit takon veç partisë parë. Po. Nëse dështon të zgjedh Glauku, në fakt, Azdren, do të thonë që thash të objektivat, partia e parë e merr pushtetin legislativ, si në 3 pushtete. Nëse dështon, vendosja nuk i kalon 60 numra kryeparlamentarin kuvent. A shkohet në zgjedhje çfarë bëhet atë? Nëse në herën e parë kandidati i vendosjes, po kryetar të kuvendit, nuk i merr 61 numrat minimal, shumicën e thjeshtë. Çka bëhet me tutje? Atëherë do të thotë vazhdohet herën e dytë, herën e tretë, do të thonë duhet t'i merr se kjo është shumë parimore. Për të njëjtën. Kjo është parimore se edhe nën kryetarët i ki parti tjera. A ka mundësi opozita nëse e konsumon mundësin partia parë, me bon shumica parlamentare të në kryetarin e kuvendit? A ekziston kjo mundësi kushtetuese? Që to se kom qartë? Në bazë të kushtetutës është qartë vetëm partia e parë e merë pushtetin legislativ me kryetarin e krye. Edhe në momentin kur zgjedhet kryetari, atëherë konsiderohet se parlamenti është i konstituuar dhe mund të marrë vendime. Po, e tash nëse lëvizja vetëvendosje nuk e çon. Po, jo, po do me pyet te kryetari veç me qeverinë dhe me parlamentin, se dy gjëra. Po, te parlamenti, po këto, për shembull, nuk kanë arrit me kriju qeverinë, lëvizja vetëvendosje, parlamentin e ka e udhëheq lëvizja vetëvendosje. Seancën për krijimin e qeverisë duhet me thirr kryetari i parlamentit. E nëse nuk e thrat? Po to janë situatë, a di si kjo spjegohet? Kur del zgjedhje një deputet, ka për detyrë me kriju institucionet. Është veprim antiligjor. E shkel ligjin, e shkel kushtetutën, ka detyrë morale, njerëzore me kriju institucionet. Po, 2017 kur pandoqe kjo, sa atë ko pani së një vejke numrat. Detyrë që e kam pedim, po unë kësha thonë një këshill, profesor, mos e gjyko Albinin në suatat normalitetit dhe në konditet demokracisë, se jashtë këtyn oshaj. Se mundet të përthu që mundet me bloku Albini... Po, matematik ka dhe aleat president. Mundem kështu tash me më thonë një konkluzion. Rruga, ta quj kështu, rruga kushtetuese dhe ligjore është qartë, është interpretueshme, është sqarueshme. Ekzistojnë ato aktet ose normat njerëzore për ta bërë qeverinë, për ta krijuar do të thotë parlamentin. Rruga kushtetuese dhe ligjore është shumë e qartë. Nuk ka si asfalt që thojmë ne, është asfalt përgjithësi. Nëse don destruksion, atëherë është faktori njerëzor është. Edhe bera e qeverisë është faktori njerëzor. Kjo problemi se ta kanë gajle për një kerr marrë të në popull. Trok gajle se ka. Kush hec në asfalt o qeshkja? Me që kalorësi barbare të Albin Kurti, mos e shpresëm të asfalti. A po thu që e blokon Albin Kurti, nëse vetë nuk arrin me kjo qeveri? Në leximin tem, tash mundësit juridike që i ka, i tërgoj bloka. Po në leximin tem, Albin Kurti shkaton me zvarrit procesin e formimit qeverisë të paktën, nëse nuk mundet me shmangë kryekuvendarin dhe konstituimin e kuvendit, deri në zgjedhje lokale. Menoj, analiza jemi që këtë do në me qovë vendin në zgjedhjet parakoshme pikërisht në zgjedhje lokale. Cila është ideja dhe benefiti Albin Kurti që shaj shpreson? Menoj kështu. Ai dëshiron që në zgjedhje lokale, me një nëse shkohet ashtu me skenarin e tij, me narracionin që kret kundër meje, me përserit paka shumë 2021-ën, edhe eventualisht i merr te 51% që ka pas qef gjithmonë, edhe e dyta, prezenca e tij në fushat elektorale
janë zero të kryetar komune ma shumë. Që kjo është këtë synimi Albin Kurtit, me në unë, edhe leximin të mdej tash, që shi ka shfaq shenjat, dhe sot që po folim, që to pedonaj. A ka mja leju më nëjë gjykata kushtetuese e presidentja? Ka fotet të cilat, si që tha dhe profa, pra është presidentja, jo që... Presidentja i ka, më në që presidentja është vegël Albin Kurti. Jo, prof, në gjëmë. Presidentja ka me ta shkelë që këtë afati kushtetues është. O, pe kuptoj. Për momentit, afati kushtetues. Se ti, këtë klasë të që i kështu politike, e një shumë ma mirë se unë, se i ki edhe në gjenerat. E një shumë ma mirë. Unë nuk e një, në kuptimin e aspektit, dhe më thonë, njërzore, tjera, nuk e një shumë. Na, jo rrallëherë e kemi pa presidentën Osmanit, to e aprovu e qeverin, sa e ka shkel kushtetuton. Në shumë projekt ligje për vetingun, por konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, këtë to me radhë. Pra, pëse se bon tash? Nëse Kurti e ka një marrëveshje me Osmanin, edhe nëse ka një premtim që kjo mund nuk konë presidentja e javshme, jo sa Osmani se ka gajle pse e shkel kushtetuton. Se ka gajle pse i thajnë këto afate kushtetuese. Këto, dhe më thonë se ka gajle, nuk jenë mendime juridike dhe kushtetuese, jenë mendime njerëzore, politike. Ti pe spjegon politikisht, mundet me ndodhë ashtu. Se unë ju Kosovës janë edhe, po të besoj krejt që mundet me ndodhë ashtu. Jo më riki faktët, deduksioni logik që në ty. E nëse ndodhë, është veprim antishtetror, veprim antikomtar. Kune ke fakët që qeveri të bo veprim shtetror? Unë e përskydoj. Jo, po disa e kemi pa ato e shkje kushtetuton, edhe ato insistu që gjykata gabim kushtetusja, jo këta. Pa në ka lëzohë kur ku e kanë këta mirë ligjerisht, e jo gjykata. E kemi pa, unë vedi që gjykata profesionale, vedi që ata kanë drejt. Po këta kurse kanë pranu fajnë. Veç në ka lëzojshin me moralizime që tha ju, moralizimi jo konë që gjykata është e kapin, është deep state, ndërkohë na kemi mirë. Ka lëzojna ku e kemi mirë ligjerisht. Se kanë bo kur. Në shtetë demokratike, asdren vendimet e gjykatave kanë vetëm një obligim autoritetet e shtetit, mi zbatu. Jo me diskutu, jo me debatu. Me debatu mundët profesori, mundët e shoqëria civile, mundët se është demokraci. Këta autoritetet e shtetit vetëm duhet mi zbatu. Veç mu konë normal, ka sa politike. Të na gjykuan, kritikuan, kundërshtuan. Edhe vendimet e gjykatës kushtetuese madje. Me fjalë. Po, edhe me vej, pra Albin Kurtin, a i nuk përshkan për shamull në prokurisë speciale. Pas ka dhe vej, pra? Jo, është me fjallë. Kjo është një veprim, dhe me thonë politike, e ka shëndru një qështje teknike juridike, e ka shëndruar në politikë, është keq, është një qasë të për gabume, se e shpërfrytëron, dhe me thonë, një kulturë, jo të mjaftushme të një qytetarit të parë të Kosovës. Dhe në shambull, jo të mirë, kur muja me pas në institucionet të reja, prof, duke respektuar ato rëndjen ligjor kushtetues që e përmendi? Veç me përdor që të aktin njerëzor. Prof, që të po na sfidon. Tash për të rëgjë, me përdor aktin njerëzor, me bashkëpunu, me komuniku mbrana javës dhe të kryot qeveria. Problemi jo që për mua fakti kryim, por ju është interpretueshme, që këtu veç njerëzillek nuk ka të kjo partia fituese. E di që refuzoni me thonë, s'pjo thonë jo, unë për thonë. Këta njerëzillek nuk ka, ne e kanë kallëzo vazhdimisht. Gjdo hap që e kanë bon, antikushtetues, gjdo hap që e kanë bon në qeverisje, këta kanë të regu që s'kanë të rogë njerëzillek. Kanë zero ndjeshmeri. Hajde të provojmë na si qytetarë. A di që apo du me thonë? Po du me thonë, mos ta varim shpresën këtë të njerëzilleku i tyni dhe të edukata tyni qytetare. Dhe beson se kanë as njonën. Është luks që Albin Kurti se konsumon. As edukaton, as njerëzillekun. E këto konflikune. Shikoni, Arsim për shembull, kjo është interesa e çdo qytetari. Qeveria është interesi i çdo qytetari, për marrë parasysh. Isha me një studio më herë dikon në momentin kur u mbledhen partitë politike në Gjermani. Në natën e 19 kur dure rezultati. Po, to në zgjedhjet e fundit. Po, zgjedhjet e fundit. Edhe thash, hajde ta bëjmë edhe një hap. Për shembull, zgjedhjet e ne demokratike janë të njohura ndërkombëtarisht, edhe kemë primat në Ballkan për zgjedhje. Valla kena posë, që tash që ka sot dhe të banën që... Veç një shemë, nëse më lejot, pro. Veç të do, që vishë të përgëndoj qëto. Hajde të bojmë edhe një hap, të bojmë si Gjermant. Nëse s'mundet me bojmë për shemë, s'mundet me kriju qeverin Albini me partinë, ta marë PDK-ja merë, atje se opcionet janë. I kanë ja 3 opcione, më falë, edhe veç një sekund. Janë 3 opcione të cilat mund të krijohet qeveria. E para është vetëvendosja. Si parti fituese. Nëse don një qeveri stabile, jo për një vjet, me kriju me partinë demokratike. Ka mjaft vota,
Edhe minoritetet duhet me integru, pa tjetër, i kem detyrë me integru, edhe për president dhe gjithë, është një qeveri stabile dhe kishte me qenë e shëndetshme për demokracinë në momentin ku jemi, duke i parapar rrethonat e brendshme dhe të jashtme, duke i parapar... Duke e pamundshme ky koalicioni vetëvendosi. Jo, nuk është e pamundshme, mundet me ndodhë kjo. Opcioni tjetër, nëse për shembull Albini, kryeministri në detyrë që është, nëse nuk dëshiron me kriju qeverinë, atëherë mundet Partia Demokratike, me Lidhjen Demokratike, me aleancë dhe minoritetet. Përsëri bëhet një qeveri stabile. Kështu që këto janë opcionet. Këto opcionet janë reale, opcionet pozitive. Tani kemi situata destruktive. Ato janë shumë vështirë mi përshkru. Problemi është i përshkru. Domethënë, ke quajtur një farë lirie negative. Liria negative nënkupton ti mundesh me vepru, por ke masa ndëshkuese. Nëse nuk e krijon qeverinë me kohë, ke masa ndëshkuese nga populli i cili ta ka dhënë votë, sa ai ka dhënë votë për me kriju një qeveri. Pushteti është mekanizëm i cili e lëviz shtetin. Kështu që pa pushtet është problem me funksionu një shtet demokratik. Se ka funi dhe se kem prej katime që për arsyene cilës... Jo, veç, po do me thonë që kjo krahasimi me Gjermaninë, fituesit zgjedhën në Kosovë, edhe atje, është krahasim shumë optimist që për mu është kret i paarritshëm edhe për një periudhë gjatë kohore. Veç me ta marrë një shembull. Mu kujtohet për shembull kur kon kancelare e Gjermanisë Angela Merkel. Ata kanë kulturë demokratike. Janë popull që reflektojnë edhe popull që e refuzojnë kalumën e vet kriminale, por e kanë pasur se çfarë do e kalumë. Na jo. Angela Merkel 2015, nëse zgaboj, i doli një lajm i vërtet me të fjalë. I konfirmuam që CIA e Amerikës e ka përgjigjer telefonin e saj. Maksimumi i reagimit që po të bëhet ko Merkel ka qenë miq nuk përgjigjon. 2020 në pandemi e nisur nga një paranojë, fare e bazuar në fakte konkrete. Paranoja Albin Kurtit që Amerika po do me coptu Kosovën, thika të vijata, rrjedhimisht këtij po do mjasi kurrizin, ky ka folën në kuvend Kosovës, edhe atko emisarin amerikan e ka thujt e ka ofenduar bazat e orientimit seksual. Shpinë State Departamentin e ka thujt shtëpia bar, shtëpia kuqe me ngjyrat bordellës. Që kaq ka kulturë ky, një politikan kosovar si Albin Kurti, edhe një politikan gjerman. Që ato krahasime, unë pe di që do të më konë si Gjermania, po lartë kemi na fituesin e Gjermanisë e fituesin e Kosovës. Qa ndodhi me Albin Kurtin, sepse ishte befasi që ra prej një hajgare, le të themi... Kurt, për dy komedianë rusë nëse s'ka vaj. Po. Qyre, për mu nuk është problemi se ka ranë Kurt, mundi më ra se cili arsim. Edhe psa dhe jo problemi veqe, sepse ka një kabinet pa dishëm i bjen, se këto kabineti qeveritari regullon, për mu ke problematike biseda. Edhe biseda për mu e shfaqi Albin Kurtin e vërtet, që unë e kum njoft, po qytetarë do të më pa, që kjo është Albin Kurti për një me. Kur është në pyetje interesi i tij ose imazhi i tij për politikani, kjo në gjendje me demonizuar gjithçka që është vlerë këtë vend. Me opozit, vlerë për ne është alianca me Amerikën. E pa çfarë demonizimi, por veç tjera është tregoja paditurit thoya, që u konfirmua për kret ose u kap prej kretëve si detaj, krahasimi mujahidinëve me Taliban. Po. Ky se ka idenë çka fol. Po më shumë se kaq. Por mua ajo, si më thon, kritika e tij ndaj Amerikës, ofendimi i Grenellit në bazë të orientimit seksual, tregon që Albin Kurti, por mua s'është risi se na kemi pas simptoma ato e bëkto. Për 2020-s, kur e kanë zonë për herë parë kuvendi i Kosovës, ky e ka thyer në të baza Grenellin. E ka thyer amerikan çdo përfaqësues, jo më lart se Blinken, ta ka thyer naiv. Por që kjo zelli i tij me treguar një farë anti-amerikanizmi që realisht është Albin Kurti anti-amerikan, këto e dëshmojmë kur duhesh i duhesh. Por mua është e dhimbshëm sepse sot shkruaj Washington Post. E pa aty, por rastin e Albin Kurtit, por fjalimin e tij në raport me SBA, edhe raport me opozitën këtu, edhe kjo Kosovës i kushton. Këti si politikan nuk është problem. Pa këto bën Kosova. Kosova nuk bën nas bëjmë Kosova. Prandaj për mua kjo është skandal, jo për Kurtin, për mbajtja e fjalëve që është skandaloze. Edhe për më çudi tash nuk e di kjo komunikimi me kushdo kuftaj, këtë rast me që foli me atë presidentin e këtij shteti, u ankoj ke për opozitën. Po dhe? Nuk e di pse duhet kushdo kuftaj ti me fol kesh për vendin tan. E kjo është përfaq një hipokrizi, bravo që më pyet Arsim. Kjo është përfaq një hipokrizi të Kurtit. A e keni vërejt këtë eksponente lartë vetëvendosjes? Sa e shkon ky negociata me Vučićin Kurti? Thojnë që ka mundësi opozita dhe në këto momente më konë kundër Kurtit, kritike. Dhe me duhet një unitet kombëtar, që pajtonë në parim. Mirë po, kur Kurtit i jepet mundësia me folë dikun të jashtë, se s'man ky unitet kombëtar, se qëndrimi i tij nuk është unik.
Këta po bëjka me demonizua komplet spektrin politik në brendshëm, e spektri politik i brendshëm po duka me net hazër të isajt ka nevoj ky, por unitet kombëtar. E kjo është e papranueshme. Ky standard i dy fishë e përdor vetëvendosja në krye me Kurtin është hipokrizia llojit vet. Dje e pam edhe përmes një video që ke shumë humoristike, tragjikomike për mua. Dhe është shumë keq kur është, po realisht shumë lider këshin ra prej e këtij. Kanë ra, po në Kosovë është një sën tjetër. Te Albin Kurti aty pse është shqetësim. Jo, për mua, se këtu ka një mit që Albin Kurti është gjeni. Apo kupton? Njerëz mendojnë që Albin Kurti, njerëz mendojnë që Albin Kurti është njeri shumë i dijshëm. E në fakt na po e vrejmë çdo ditë. Prej atij ekuacionit që e zgjos me një panjor në shkollën atje, cila shkollë ke deri sot, ky tregon që është një njeri mesatar. Që tha dugi prom, është fort i pangarkuar me dije. Po është ne gjithashtu çka tha Bretsi. Ja dash. Po, unë mendoj që mas kësaj ne gjithkan horoskop, kështu që e unë mendoj që mas kësaj qeveria Kurti nëse vjen në pushtet, uroj që jo, ka me kriju një institut për parashikimit të fatit me drejtorin e Xhevinis Fajion. Kjo skandal, kjo me ta ujt komplet diskursin për tokë. Pa ato i ponë veç njëtis. Jo, të përbeke për vendosmerin që e kanë ata me shajnë horoskopin. Po, dhe me dasha që pas kryeministër, po bëj, ka para me nëoj. Sdi qëfar shajsh kanë pas këta presidentet tjerë, shumë shkort prof, atë da kemi dashin kryeministër, po vlasë në aspektin e shajnës horoskopin. Ato që mendova, në duhet një transformim mendor të që i kështu, një kulturë të lartë, një emancipim, edhe nuk duhet të shërbej me mendimet e egra. Duhet të shërbej me mendimet e buta, edhe me relaksuse, edhe me shupe për një hirë të interesit. Ky interes është Kosova, është shteti Kosovës, është kombi Kosovës, e cili duhet me dalë në primar, dhe me qenë i pari, para partijës edhe para interesit individual. Edhe kryet, bëham Gjerman, nuk ka problem, na e popull i lirë jem para Gjermanën si popull. Kështu që historiani e dinë më mirë se unë. Nuk i gjunë hajvona, nuk i gjunë hajvona. Këto është mirë me përdorë, se unë e shoh të historian, na jemi pasazh Pellazgë, po Amerikanë kanë rrinë honë. Qemi të pasazh të tyne kur gjons po të bënë, me të primitiv si Pellazgë. A duhet mu krenu me diçka në abre prof? Për mua kjo përdorimi gabimi historisë. A në dhe mirë se historinë mirë me mësu si shembull, që mos më përsërit dosande. Na ish dashur se me Pellazgë, na kemi me Pellazgë. Unë falenderoj të dyve që ishit në emisionin frontal. Falenderoj ju të nderuar shikues që kanë qëndruar në emisionin frontal. Këto po japim fond për sot.